Jemi në një nga kishat më të vjetra të zonës së Devollit, në kishën e Ziqishtit, e cila pak nga pak po mbush 2 shekuj. Jemi me atë Viktorin, i cili do na tregojë diçka për kishën dhe historinë e saj. Po, Atë na tregon diçka. kjo kishë është ndërtuar në vitet 1850. Sallarët kanë qenë kolonjarë nga Efeka, kolonjës, dhe ka vazhduar edhe i ka shërbyer komunitetit të fshatit Ziqisht, komunitetit ortodoks, që ka shërbyer që bëjnë ceremoni të ndryshme, mesha apo çdo lloj ceremonie, pagëzime, vdekje, të gjitha këtu në këtë pozicion bëjnë në mes të kishës. Përveç kësaj, duhet vijnë pastaj në vitet 67 të prishin. Ky vit e prishi dhe sistemin e kishës që kishë brenda. Edhe këto ndërtimet e muret e këto. Që do të thotë, aty ku është një dysheme, është ngritur dyshemia djerë në fund, të shkuën djerë në fund, u bë me 2 kapë, edhe lartë kapën një portë ande 5 sipër nga muri, edhe bushë në mollë, ndërsa këtu u bën kolona petore. Pra kjo u kthye në depo të kooperativës. Kati poshtë më kthye në depo magazine për gjetra, drejtra të ndryshme. Dhe siç thashë që i ka shërbyer fshatit, këtu lart banonin vajzat e reja, këte rinë në këtë pozicion të rinë burrat, këte rinë të majtë, rinë gratë, edhe atje në ta plaka të ndryshme. Unë jam një prit që jam dhe 33 vitesh që po bëj sot, të vit. Kam bërë shkollën teologjike në plazhin e Durrësit, atje kishim atë. Me të atë Pavlin? Po, pikërisht. E kam komshiet. Do t'ja bëj të fala, do t'ja bëj atë. Atësh, bëm 3 vjet në shkollë, po ajo shkolla pak si mendituar dhe ishte emergjente që duhet të bënin para prit. Nuk e bëm aq të plotë, po megjithatë ja dolën banë jeta dhe në mësovi edhe të tjera. Po dhe tha që ti ishe një trashëgimtar i babës, edhe sigurisht. Ajo të ndihmoi se ju kishin mësuar shumë gjëra gjatë kohës që ishim rreth 40 në Venës, edhe disa 10% apo 20% ishin me preardhje klerikësh kështu si në rrethata e juve. Është vërtet. Unë ruaj respektin më të madh për familjen tuaj, për atë sotirin, për juve që keni kontribuar kaq shumë në mbajtjen gjallë të kishës së Ziqishtit. Jo vetëm për banorët e fshatit, por edhe për zonën e Devollit, sepse kjo është një nga kishat më të vjetra të zonës së Devollit dhe ka rëndësi. Në një ambient që ju keni sakrifikuar, e keni mirëmbajtur. Dhe unë do t'ju uroj shumë shëndet, edhe shërbesa të mbara për gjithë besimtarët e fesë ortodokse, por jo vetëm ata. Dhe të tjerët janë të mirëpritur në këtë. Jo, kemi në këtë kishë të mirë në komunitetin musliman. Këtu në vitet e para kur shërbente babaj, vinin në 2 persona dhe nga suli në ditë e djelave me batun, vinin këtu, rini atje për jashtë, pinin ndonjë kafe. Po dhe ne si fshat. Bashkëtesa, harmonia fetare me 2 komuniteteve ka qenë e shkëlqyer edhe është akoma. Edhe ne si fshat, ne i kam treguar edhe këtij djalit rrugës, i thash ne më shumë bëshim me ju se sa me ata të tjerë. Do kjo ishte. Është dashuria me njerëzin që ne e kemi të. Edhe trashëgohet tash, domethënë ç'është. Sigurisht.